Kë do preferoje ti nga të gjithë moderatorët që ka Shqipëria të moderonte Big Brother VIP Albanian? Për mendimin tim, do doja shumë që të vazhdojë ta moderonte Ledion Liço, sepse është shumë komik. Edhe ato momentet më të vështira i bën me shaka edhe është shumë gazmor, domethënë dilë shumë të forta. Sinqerisht, më shumë pëlqen Ledioni. Alketa kishte shprehur së fundi dëshirën për ta bërë një herë Big Brotherin si çdi ajo. Nuk do i shkonte Alketës Bigu? Nuk do ta kuptoja unë, ajo flet shumë shpejt. Big Brother VIP Kosova, Alaudini me Jonida Vokshin, si të duke në moderim? Alaudini është okej, se Jonida është pak si e ngrirë gjatë gjithë kohës, edhe nuk më duket se është për moderim Big Brother. Edhe ajo është gazmore për këto pjesë, se bën meme, por që është shumë e ngurtë, nuk besoj, ajo nuk është. Kështu që Ledioni. Ledioni. Ledionin? Po Ardit Gjebrea, për shumë, si do ishte nëse do moderonte Big Brotherin? Edhe ka vite, ka eksperiencë. Ka? Ka. Po Alketa, se Alketa tha që kam dëshirë të prezantoj një herë Big Brotherin. Po mirë, Alketa mirë, po unë dua Ledionin, nuk e ndron Ledionin me asgjë. Alketa Vesion, Alketa shpreh dhe një dëshirë që donte ta prezantonte. Mendon që do ishte shumë e mirë? Është shumë e saktë, shumë e përgatitur. Po, kë do donit ju që të moderonte këtë vit Big Brotherin? Po Ledionin. Ledionin? Po. Arditin. Tani, ti thua Ledioni, nuk do ta ndroje Ledionin me asnjë tjetër? Jo, më pëlqeu se prezantoj. Çfarë të pëlqeu më shumë tek Ledioni si moderator në Big Brother? Nuk e di, ishte më fan. Më fan. Po Arditin, pse Arditin? Nuk e di, do doja shumë ta shifja. Ta shikoje një herë Arditin. Arbana Osmani. Arbana Osmani? Ajo është legjenda. Nuk do ta ndroje Arbanën me asnjë moderator tjetër? Dhe Ledion Liço, siç është. Po për shembull ke Alketa për shembull shpreu së fundmi dëshirën për ta prezantuar një herë Big Brotherin dhe për ta bërë. Dhe tha do ta bëja shumë mirë. Mirë, dhe Alketa i shkon shumë. I shkon. I shkon shumë patjetër. Alketa Vejsio. Ajo është një nga moderatorët më të mirat që mund të ketë Shqipëria. Që mund të ketë, pra do ishte mirë Alketa. Do ishte mirë Alketa Vejsiu. Po dhe Arbana Osmani ka bërë. Pra, mendon që... Po, për mendimin tim, Alketa Vejsiu është më e aftë, më e mirë. Më e mirë. Gridën, biles edhe për kryeministra, jo vetëm për moderatorët e Big Brother. Je i pari që po thua emrin e Grida Dumës. Po, askush se ka thënë. Çfarë mendon ti se do bënte Grida Duma ndryshe në Big Brother? Mendoj se i përshtatet shumë si format të saj. Edhe mendoj që do i rritë edhe shikueshmëria më shumë. Vetëm për Gridës. Vetëm për Gridës. Për faktit që është e aftë apo dhe se është shumë e bukur dhe ka shumë stil. Të dyja bashkë. Dim pa atë që është e bukur, dallohet mirë. Po Ledioni me Arbanën si të janë dukur? Fakt, të dy janë mirë. Arbana është mësuar atë format, pse është bë ka kohë që e bën, edhe Ledioni më ka pëlqyer shumë ato të tij, humorin. Dëgjoj, kemi dhe Big Brother VIP Kosovën paralelisht. Se ndjek fare Kosovë. Si të duket Alaudini me Jonida Vokshin? Më pëlqen shumë, nuk. Jonida është bërë dhe meme se lexon skaletën. I bë ato meme ajo në TikTok, po Alaudini duket pak më mirë. Më mirë se Jonida. Se Jonida. Kë do preferonin shqiptarët të moderonte këtë vit Big Brotherin? Nga Arditi Arbana, po pse Arbana? Po pëlqen. Po nga të tjerët, për shembull Alketa shpreu dëshirën që donte ta bënte një herë. Alketa Vejsiu? Po. Ja. Jo? Vendin e Arbanës nuk e zën askush. A thua as Ledioni? As Ledioni. Po Arbana është njësh. Arbana. Me asnjë tjetër do ta ndroje Arbanën, ë? Kë do preferoje ti që të moderonte Big Brother VIP Albanian? Alketa Vejsio. Alketa në fakt shpreu dhe dëshirën përpara disa ditësh. Çfarë mendon ti se do bënte Alketa ndryshe në Big Brother? Shumë gjëra. Çfarë për shembull? Nga fillimi deri në fund. Nuk të ka pëlqyer se si kanë qenë moderatorët deri tani? Jo, kanë pëlqyer, po duke qenë se është Big Brother një sezon mirë, do të ketë shumë gjëra ndryshe. I bëj që të ishte personi perfekt, sepse duke qenë se ka shumë vite ka prezantuar Sanem etj. Është personi ideal për ta bërë këtë gjë, kupton? Dikush përpara te tha se Alketa më pëlqen shumë, por flet pak shpejt. Tani, po nuk foli shpejt, ajo prandaj ka sukses, sepse fol shumë shpejt edhe është shumë artikulueshme. Ja del ti bëj të gjitha. Ndërkohë, kemi paralelisht edhe Big Brother VIP Kosovën. Dhe prezanton këtë edicion si çdo edicion i kaluar, Alaudini me Jonida. Pse po qesh? Sepse më kujtu skaleta. Gafa Presim një reagim prandaj.
Si të duket Jonida në këtë rast me qenë se qesha? Duhet të jetë shumë më mirë, sepse çdo Big Brother duhet të jetë i pari i mirë, i dyti shumë mirë, i treti shumë akoma. Të vi në rritje. Po, në rritje. Po, s'kam që të them për të Mes Alaudinit dhe Jonidës kush është më mirë? Alaudini. Pas të fundit Jonidës. Ledioni. Ledioni? Ledioni. Pse të pëlqen Edhe Ledioni? Arbana ishte shumë e mirë, pa diskutim ishte shumë e mirë. Këtë një ka Ledioni, edhe vjetë mire performoje. Të pëlqen Ledioni? Se ke parë kur Bigun ti? Ledioni të pëlqen? Jo. Jo s'të pëlqen Ledioni? As Arbana s'të pëlqen? As Alketa? As Arditi? Po unë? Po ta moderoja unë? Ne ti ashtu je.